ju jeni trajneri që arrini me 4 ekipe të ndryshme, 4 tituj kampion në Kosovë. Nuk është e lehtë, don shumë sakrificë, shumë punë, shumë ditë, muaj, vite larg familjes, angazhim, presion, stres, mirë po gjithçka këto duhet menaxhuar mirë. 4 trofe, 4 herë kampion me 4 skuadra ndryshme, është shumë e rëndë për të arritur. Unë nuk garoj me profin të Valani, është emër mbi emër i futbollit kosovar. Unë garoj me vetveten, gjithmonë e kam potencu që garoj me vetveten që nga java në javë, nga muaj në muaj, nga viti në vit të bëhem më mirë edhe më i suksesshëm. Unë jam i bindur që këto nuk do ndalem këtu duke pa veten që kam motiv të lartë për të avansuar para unë si trajner me metodat e reja të punës, me punët taktike të reja që më janë mundësuar ti mësoj, ti studioj dhe gjithmonë do kërkoj nga vetja më tepër dhe nga futbollistët e mi, pavarësisht kush do jenë dhe ku do jem. Jam i bindur që secili mund të jep më tepër nga vetja dhe asnjëherë zot jemi të kënaqur me arritjen e deri më tani. Ky vit mbaroj, ose edhe 4 xhiro, po thuaj se mbaroj. Po juve mbaroj. Sakt, ne vitin tjetër do kemi objektiv edhe për të bërë një hap ose një progres, përveç mbrojtjen e titullit duhet të luftojmë deri në fund edhe për Kupën e Republikës, kështu që gjithmonë mendoj që mund të japim më tepër secili nga ne, po edhe nga drejtuesit dhe mos jemi të kënaqur vetëm më shumë mund të kemi sukses në çdo sezon. Nëse të pyes për ndarje, cilin do e kishe veçuar më shumë nga këto 4 tituj që ke fituar si trajner? Çdo fitim çdo titull e ka kënaqësinë e vet, ëmbëlsinë e vet. Shembull mund t'i marr me rënd Trepça për herë të parë në histori u bë kampion dhe deri më tani është e fundit dhe për herë të parë një skuadër kosovare merr pjesë në arenën ndërkombëtare. Trepça 89 është vitin 2017, skuadra e parë që luan në arenën ndërkombëtare. Pastaj ishte president Abedin Seka, i cili është akoma një ndër presidentët me më shumë përvojë në Superligën ose në futbollin kosovar. Pas asaj erdhi Feronikeli, ku Feronikeli pa të dalë kampion mirë, po në atë kohë Federata e Futbollit Kosovës nuk ishte pranuar. Njëjtë edhe me Feronikeli ndodhi që për herë të parë dalim në Evropë. Pastaj ishte Prishtina, ku pas 8 viteve rikthyem me titullin kampion. Edhe ajo është mirë, po edhe këtu ndoshta kam më shumë futbollistë që kam punuar edhe më parë dhe disi pak më ndryshe e kemi përjetuar dhe normal ka pas shumë presion këto 4-5 vitet e fundit nga tifos për mos arritjen e suksesit. Dhe besoj që me këtë fitimin e titullit kampion të gjithë do jenë të kënaqur dhe të gjithë do të lënë ato mbetjet me një anë dhe do i ndihmojnë skuadrës për të ecur përpara.